Jo më tej me zhvillimet kryesore në rang ndërkombëtar. Negociator ukrainas, rus dhe amerikan takohen sot në Abu Dhabi për herë të parë që pas agresionit rus në Ukrainë 4 vite më parë. Tryeza vjen pas një takimi të mbajtur të enjtë në Moskë mes presidentit Putin dhe të dërguarve të Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Kremlini i quajti të dobishme dhe shumë të sinqerta këto bisedime mbi planin amerikan për fundin e luftës. Për herë të parë që nga fillimi i luftës, Ukraina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara mbajnë bisedime trepalshme në Abu Dhabi me qëllim fundin e konfliktit që filloi 4 vite më parë. Shtetet e Bashkuara përfaqësohen nga Steve Witkoff dhe Jared Kushner, të cilët i bashkohen takimit pas një bisede me Vladimir Putin në Moskë. Nga Ukraina në takim marrin pjesë disa nga zyrtarët e saj të lartë, përfshirë Rustem Umerov, kreu i Këshillit të Sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare të Ukrainës, Kirilo Budanov, kreu i zyrës së Zelenski, negociatori David Arkhamia dhe shefi i shtabit të përgjithshëm Andriy NATO. Bisedimet për palën ruse drejtohen nga admirali Igor Kostyukov, zëvendëshefi i shtabit të përgjithshëm rus. I dërguari rus i investimeve Kirill Dmitriev është gjithashtu në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe do të takohet veçmas me Witkoff. Ndërkohë bisedimet në Rusi mes Putin dhe dy të dërguarve amerikanë ishin konstruktive dhe shumë të sinqerta, sipas detajeve të bëra publike nga Kremlini. Por pika kyçe për të cilën ende nuk ka dakordsi janë territoret. Putin theksoi gjatë takimit se nëse nuk zgjidhet kjo çështje, sipas formulës territoriale, të rënë dakord gjatë takimit me Donald Trump në Alaska, nuk ka shpresë as për një zgjidhje afatgjatë. Lideri i Ukrainës Volodymyr Zelenski tha se pikërisht çështja e territoreve do të jetë një pjesë e rëndësishme e diskutimeve në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ka pak detaje në lidhje me bisedimet në Abu Dhabi, por Zelenski ka thënë se ato do të zgjasin 2 ditë. Negociatat vijnë në një moment të vështirë për Ukrainën. Vendi ka qenë në sulmet ruse që nga fillimi i këtij viti dhe infrastruktura e dëmtuar rënd. Ka lënë qindra mijëra familje pa energji elektrike në këto ditë të ftohta dimri. Ajo që bie sërish në sy është mungesa e zyrtarëve europianë në këto negociata. Presidenti i Ukrainës e shprehu qartë zhgënjimin e tij me aleatët në kontinent gjatë forumit të Davosit në Zvicër. Në përgjigje të Zelenski, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen theksoi se Bashkimi Evropian është mbështetja më e madhe e Ukrainës. Veprimet flasin më shumë se fjalët, u tha ajo gazetarëve, por pavarësisht kësaj, roli evropianëve vitin e fundit në përpjekjet për arritjen e paqes ka qenë dytësor dhe liderët e kontinentit kanë vepruar vetëm kur situata dukej të ishte emergjente. Presidenti Donald Trump ka tërhequr ftesën ndaj Kanadas për të qenë pjesë e bordit të paqes, një vendim i cili është marrë prej tij pas replikave me kryeministrin kanadez Mark Carney në samitin e Davosit. Kanadaja ende nuk kishte kthyer një përgjigje për këtë ftesë, ndërsa gjatë fjalimit në Davos, kryeministri kanadez akuzoi Shtetet e Bashkuara si përçarëse të rendit botëror. Trump në kundër përgjigje tha se Kanadaja ekziston prej Shteteve të Bashkuara dhe merr shumë dhurata nga Washingtoni për të cilat nuk është mirënjohëse. Presidenti amerikan Donald Trump ka tërhequr ftesën ndaj Kanadas për të bërë pjesë e bordit të paqes. Në një postim në rrjetet sociale, Trump ju drejtua kryeministrit të Kanadas Mark Carney, duke i thënë se ftesa për antarësimin e vendit në strukturën e re ndërkombëtare nuk është më e vlefshme. Kanadaja nuk e kishte kthyer ende një përgjigje zyrtare për propozimin e Trump, por kishte lënë të kuptojë se mund të bashkohej në bord, edhe pse nuk ishte e gatshme të paguante tarifën prej $1 miliard për antarësim të përhershëm. Hapi i Trump vjen pas fjalimit të bujshëm të Carney në samitin e Davos në Zvicër, ku kryeministri kanadez paralajmëroi se rendi global i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara po përçahet. Në përgjigje të Carney, Trump tha gjatë fjalimit të tij se Kanadaja ekziston fal Shteteve të Bashkuara dhe merr shumë dhurata falas nga Washingtoni për të cilat duhet jetë mirënjohëse. Carney reagoi pas këtyre deklaratave duke thënë se Kanadaja zhvillohet fal forcave të veta dhe jo fal fqinjit të saj, marrëdhëniet me të cilin kanë qenë të tensionuara vitin e fundit. Rreth 60 kombe janë ftuar të bashkohen në bordin e paqes dhe rreth 35 janë regjistruar tashmë sipas Shtëpisë së Bardhë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se udhëheqësit evropian kanë dyshime në lidhje me fushveprimin e bordit, por janë të gatshëm të punojnë me Shtetet e Bashkuara dhe organin e sapo themeluar për Gazën. Ndërkohë, një nga vendet e Bashkimit Evropian që kanë refuzuar publikisht ftesën ishte Spanja. Kryeministri Pedro Sanchez tha se nuk do i bashkohet bordit, duke theksuar se vendimi ishte në përputhje me besimin e Spanjës në multilaterizëm dhe sistemin e Kombeve të Bashkuara. Sanchez tha gjithashtu se bordi i paqes nuk e përfshin autoritetin palestinez i cili kontrollon bregun perëndimor të pushtuar. Izraeli është bashkuar në bord së bashku me vende nga Lindja e Mesme si Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Kryeministri hungarez Viktor Orban ishte i vetmi lider i një vendi të Bashkimit Evropian i cili u bë pjesë dhe firmosi pjesëmarrjen në Bordin e Paqes një ditë më parë në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, një organizatë apo mekanizëm e cila duhet të sjellë paqen në planet nëpërmjet drejtimit të presidentit amerikan Donald Trump. Mirëpo, le të ndalemi tek përplasja e fundit e Viktor Orban me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili mbërriti një ditë më parë në Davos, teksa foli mbi atë që ai e quante reagimin e Europës kundrejt bashkimit dhe nevojës që ka për t'i dhënë forcë dhe NATO-s, por edhe për Viktor Orban vetë në fjalë, duke referuar atje, duke thënë çdo Orban që shet interesat e Europës, duke jetuar me paratë e Europës, meriton një shuplak në dorë. Një deklaratë e fortë e cila gjithashtu ka marrë kundër përgjigje nga kryeministri hungarez, i cili i thot Volodymyr Zelensky se as nuk mundet dhe as nuk do ta përfundojë luftën në Ukrainë. Populli i Ukrainës, pavarësisht fyerjeve tuaja, mund të mbështetet ende tek Hungaria për të vazhduar furnizimin e vendit me energji elektrike dhe karburant, edhe gjithashtu do të vazhdojmë të mbështesim refugjatët që vijnë nga Ukraina. Orban shtoi se vetë jeta do zgjidh pjesën tjetër dhe të gjithë do të marrin atë që meritojnë. Unë sapo lexova postimin e Viktor Orban në X, kundër përgjigja kundrejt Volodymyr Zelensky, i cili mbajti fjalën e tij në Forumin Ekonomik Botëror në Davos. Mirëpo, Volodymyr Zelensky foli edhe për atë që e cilësoi një përsëritje të filmit Groundhog Day. Groundhog Day, një film hollywoodian i cili flet për një person që përsërit të njëjtën ditë vazhdimisht zgjohet çdo mëngjes për të jetuar sërish të njëjtën ditë, duke referuar situatës së Ukrainës edhe sot, edhe këtë janar 2026, njëjtë si një vit më parë në të njëjtin forum, Volodymyr Zelensky deklaron se thonim të njëjtat gjëra dhe dilnim në të njëjtat përfundime dhe presim pikërisht edhe mbylljen e luftës dhe stabilitetin e shumë kërkuar në rajonin. Repeating the same thing for weeks, months, and of course for years. From Europeans turn against each other, leaders, parties, movements, and communities, instead of standing. I spoke before, they don't use it on the front. Rikthehemi tek drejtuesi i Bordit të Paqes, ai që në fakt do të mbajë edhe presidencën për aq kohë sa do të jetë në krye edhe gjallë, bëhet fjalë pikërisht për presidentin amerikan Donald Trump, i cili u vure me një mavjosje në dorën e tij të djathtë sërish. Pamje të cilat janë rikthyer në mediat ndërkombëtare dhe kanë ngritur alarmin për shëndetin e presidentit amerikan, i cili edhe më parë ka folur për problemet venoze me cilat si duhet jetoj, përdorimin e aspirinës për të holluar gjakun, e cila si duket sipas dhënësve të shtëpisë së Bardh Caroline Levitt, mund të shkaktojë mavjosje. Nëse doni që të keni një zemër që ju punon edhe një gjak që qarkullon nëpër trup, atëherë përdorni aspirinë. Nëse përdorni aspirinë, mund të keni mavjosje të tilla në trup. Mirëpo, Donald Trump vetë në bordin e avionit të tij presidencial tha se kishte përplasur dorën e tij në tavolinën ku ulën të gjithë liderët, 35 liderët e Bordit të Paqes për të firmosur marrëveshjen, duke shkaktuar më pas edhe atë shenjë e cila ngriti shumë pikpyetje sërish për shëndetin e presidentit amerikan Donald Trump. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. I clipped it on the table. So I put a little, what do they call it, cream on it. But I clipped it. I would say, take aspirin if you like your heart, but don't take aspirin if you don't want to have a little bruising. Por, padyshim, personazhi i Forumit Ekonomik Botëror ishte presidenti francez Emmanuel Macron, i cili u bë viral për shkak të mbajtjes së syzeve të aviatorit me xhama blu në stilin e Tom Cruise në Mission Impossible. Syzet të cilat u zbuluan janë të markës Henry Julien, të prodhuara në Francë me dorë të cilat kushtojnë 659 euro dhe tashmë sipas kompanisë në fjalë janë shitur totalisht jashtë stokut si pasojë e viralitetit. Presidenti francez Emmanuel Macron padyshim u bë trend dhe mjaft trendi dhe një trendsetter, pra një vendosës trendesh nëpërmjet paraqitjes së tij në Forumin Ekonomik Botëror. Është shumë interesante në fakt se si Emmanuel Macron zgjedh edhe këtë kompani tërësisht franceze, cila sjell syzet e diellit Pacific S01 Double Gold me vlerë 659 euro, të cilat
duket se janë bërë dhurat diplomatike gjatë samitit të G20-s. Zyra e Macronit e ka kontaktuar vetë kompani në vitin 2024. Thash se do të isha i lumtur t'i dërgoja një palë, por ata më thanë jo, nuk i pranuan si dhurat, donin t'i blinin personalisht. Presidenti francez i kushtoi shumë vëmendje syzeve sepse ishin prodhuar tërësisht në Francë. Këtë deklaroi dhe vetë drejtuesi ekzekutivi kompanisë në fjalë, i cili ka dhënë edhe fjalën e tij për mediat franceze dhe ndërkombëtare që kanë vendosur shumë në vëmendje edhe syzet e Emmanuel Macron, të cilat u vendosën në këtë javë si pasojë e problemeve me syrin e tij të majt, i cili ishte i përgjakur si pasojë e shpërthimit të një vene. E teksa flasim për momente virale cilët në erdhen nga Davosi, rikujtojmë edhe njerë bordin e paqes, si mund të mos flasim për të, i cili tashmë është vendosur në vëmendje për shkak të logos së saj, që sipas disa personave me sy shqiponj apo skifter dhe mjaft kritik kanë vënë re se është mjaft e ngjashme me logon e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Diferenca është ngjyra e artë, e cila është në fakt detaj që vendoset në cilën do logo apo ambient ku ndodhet edhe presidenti amerikan Donald Trump. Rikujtojmë edhe njerë se ka një shqetësim të madh me disa vendeve antare të Organizatës Kombeve të Bashkuara se Bordi i Paqes mund të tentojë të hedh poshtë OKB-n dhe ta rivalizojë atë drejt për drejt, duke hequr edhe objektivat e saj apo edhe fuqinë që kjo organizatë ka në rang ndërkombëtar. Diçka që Donald Trump deri në një pike e ka pohuar, duke thënë se edhe mund të ndodhë. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka potencial shumë të madh, të cilën nuk e kanë shfrytzuar. E sa i përket logos, duket se edhe kjo shenjë në kupton se Donald Trump po përpishet në fakt që të heqë qafe në mënyrë metaforike OKB-n për të zvendësuar me Bordin e Paqes. Rikujtojmë se e Florinta qëndron në shumë detaje të Organizatës Trump, si për shembull telefonat e artë për $499, tualetet e arta brenda shtëpisë së bardhë, pllakat e arta të cilat qëndrojnë mbi tavolinën e rezolutës në zyrën ovale të vetë presidentit amerikan.